Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një recetë tradicionale që ne në shtëpi e njohim si yani me mish dhe qep. Ndoshta edhe ju e njihni me këtë emër ose ndoshta e njihni me emra të tjerë. Gjithsesi, kjo është një pjatë tradicionale e kuzhinës shqiptare e cila me të vërtetë në fund del fantastike. Po të gatuhet në mënyrën e duhur, kjo gjellë del me të vërtetë shumë e shijshme dhe mund ta përdorni sa herë në familjen tuaj keni mysafir, mund ta përdorni si drek apo darkë për familjen tuaj. Pa humbur kohë, le të nisim me përgatitjen e recetës. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam përdorur 3 kokra qep, të cilat në fillim i grim imët sa më shumë që të keni mundësi. Dhe pasi qepët i keni grirë, në një tenxhere ku kemi hedhur pak vaj, do të shtojmë në fillim mishin. Mish në total, unë kam përdorur diku te 400 gram mish viçi, të cilin e kam prerë në copa me madhësi mesatare. Por ju në varësi të antarëve të familjes suaj, mund të përdorni sa mish të keni dëshirë. E hedhim mishin në tenxhere dhe do t'i japim një kaurdisje të lehtë derisa mishi të fillojë të ndryshojë ngjyrë dhe të lëshojë lëngun e vet në tenxhere. Do ta gatuaj mishin në zjarr mesatar për të paktën 2 deri në 3 minuta dhe gjatë kohës që mishi gatuhet në zjarr, do t'i shtojmë edhe 2 ose 3 thelpinj hudhre të prerë imët. E trazojmë edhe mishin me hudhrat derisa hudhrat të lëshojnë aromën e tyre në tenxhere. Edhe në këtë pikë do të shtojmë edhe qepët që kemi prerë imët në fillim. Qepët dhe mishin i trazojmë së bashku dhe do t'i lëmë të gatuhen në zjarr mesatar për të paktën 10 deri në 15 minuta. Por gjatë gatimit të tyre në zjarr mesatar, ne do të kujdesemi që gjatë gjithë kohës t'i trazojmë qepët dhe mishin në mënyrë që qepët të mos zënë në fund të tenxheres. Dhe gjatë kohës që qepët gatuhen dhe ato fillojnë dhe zbuten dhe treten, ne do të shtojmë fillimisht në tenxhere edhe 2 lugë gjelle me uthull. Për sasinë e uthullës mund të vendosni vetë se sa të afët e doni gjellën. Unë kam përdorur 2 lugë gjelle me uthull molle, por ju mund të përdorni edhe uthull tjetër nëse keni dëshirë. E trazojmë uthullën dhe qepët së bashku dhe i lëmë të gatuhen për disa minuta në zjarr mesatar, duke i trazuar her pas here. Ne do të shtojmë në tenxhere edhe 1 lugë gjelle me salcë domateje. Do ta lëmë qepën që të gatuhet dal nga dal, në mënyrë që të gjithë qepët që hodhëm në fillim të fillojnë dhe të treten. Pasi në fund fare, kjo gjellë është vërtet me qep, por jo që të gjitha qepët që hodhëm në fillim do të ngelen ashtu siç janë, pasi pjesa më e madhe e tyre do të treten. Dhe janë pikërisht qepët që treten që e bëjnë lëngun e kësaj gjelle që të trashet dhe ta ajkoset. Gjellës do t'i shtojmë gjithashtu edhe 1 kokër domateje të grirë imët, ose mund përdorni gjysmë kavanozi nga ato kavanozat që shiten me pure të gatshme domatesh. Ja shtojmë edhe domaten gjellës edhe më pas e trazojmë mirë edhe e lëmë të gatuhet mirë derisa domatet fillojnë të zbuten dhe të lëshojnë lëngun e tyre në tenxhere. Gjithashtu, gjatë këtyre minutave që qepët gatuhen në zjarr mesatar, do të shtojmë pak nga pak edhe ujë. Në total për këtë recetë do të përdorim 1 gotë e gjysmë me ujë, të cilin do ta përdorim vetëm për të gatuar dhe për të tretur qepën. Pasi sasia e ujit që do të hedhim në fund fare për të zirë gjellën është tjetër. Pra 1 gotë e gjysmë me ujë e përdorim vetëm për të tretur qepën dhe e shtojmë her pas here në tenxhere. Pra në fillim do të shtojmë vetëm gjysmë gote me ujë, e trazojmë mirë qepët me ujin dhe mishin
dhe e lëm qepën që të gatuhet derisa të shtrojë pjesa e ujit që kemi hedhur. Edhe pasi shtron uji, do të shtojmë pjesën tjetër të ujit dhe kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë ujin. Gjithashtu mos harroni gjatë kësaj kohe që t'i shtojmë gjellës edhe pak piper të zi, si dhe krip, të cilat mund të shtoni sipas dëshirës suaj. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe ndonjë erës tjetër nëse keni dëshirë. Dhe pasi mendoni që qepët janë tretur aq sa duhet, në fund fare gjellës do t'i shtojmë edhe ujë. Ujë do t'i shtoni deri në gjysmë të tenxheres dhe më pas e lëm gjellën që të marrë val për të paktën 20 minuta. Ose derisa ju shikoni që gjella është trashur aq sa duhet. Gjithashtu, në fund fare, unë i shtoj edhe një lugë çaji me piper të kuq. Kështu e kemi gatuar gjithmonë në familje, edhe mua më pëlqen ngjyra që kjo gjellë merr në fund, prandaj ja shtojmë edhe piperin e kuq. Po të doni, mund të mos ja shtoni fare. Edhe më pas, gjellën e keni gati. Nuk na ngelet gjë tjetër, veç se ta shërbejmë nëpër pjata dhe t'ua servirim miqve apo familjarëve tanë. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer, nëse po, ju sugjeroj që ta provoni për çfarëdo lloj rasti që keni në familjen tuaj. Qoftë kjo edhe për drekën e Bajramit, apo edhe për dreka apo darka me miqtë e familjarët tuaj. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Gjithashtu, mos harroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.